Fillimisht e bëjmë nijet sinqerisht me zemër për ta falur namazin e Bajramit për hir të Allahut Madhërisëm. Pastaj marrim tekbirin fillestar duke i ngritur duar deri tek veshët dhe duke thënë Allahu Akbar. Pastaj e këndojmë Subhaneken nëse e dimë. Pas këndimit të Subhanekes marrim 3 herë tekbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pastaj imami e këndon Elhamin dhe një sure. Pastaj merr tekbir Allahu Akbar dhe shkon në ruku, në sejdë dhe vazhdon me rekatin e dytë të namazit të Bajramit. Fillimisht e këndon Elhamin dhe një sure, pastaj e merr tekbirin e parë Allahu Akbar, tekbirin e dytë Allahu Akbar, tekbirin e tretë Allahu Akbar, pastaj tekbiri i katërt shkon imami së bashku me xhamatin në ruku duke thënë Allahu Akbar, nga rukuja në sejdë, nga sejdja në tehiyat dhe kësaj duke i ndjekur imamin përfundon edhe falja e namazit të Bajramit.